Për herë të parë po dal në këtë foltore dhe është një nder I veçantë për mua që sot flas për një arritje të rëndësishme të sportistëve ta. Gjatë kualifikimeve për kampionatin botror në futboll, që do të mbahet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Meksik, futbollistët tanë përfaqësuan me dinjitet dhe krenari shtetin tonë. Ata treguan për kushtim, sakrificë dhe shpirt garus, duke bërë që emri I Kosovës të dëgjohet dhe të respektohet në arenën ndërkombëtare. Kjo paraqitje nuk ishte vetëm një garë sportive, por edhe një mesazh I fortë se Kosova ka talent, ka vullnet dhe ka potencial për të arritur edhe më shumë. Sot me shumë sikur, ma parë sportistët e rinj kanë rrugët e garave kombëtare dhe ndërkombëtare të hapura, gjë që përbën një mundësi të jashtëzakonshme për zhvillimin dhe afirmimin e tyre. Në këtë rast, duhet falenderoj futbollistët, stafin dhe të gjithë ata që kontribuan në këtë rrugtim. Ju faleminderit që na bët krenar dhe që përfaqësuat vendin ton me nder. Megjithatë, për të arritur rezultate dhe më të mëdha në të ardhmen, sportistët tanë kanë nevojë për mbështetje edhe më të madhe. Kosovës I duhet një infrastrukturë sportive moderne, kushte më të mira për zhvillim dhe një bazë ligjore e qartë dhe funksionale që mbështet sportin. Po ashtu, janë të domosdoshme projektet dhe programet e reja, në mënyrë që talentet tanë të kenë hapësirën dhe mbështetje që meritojnë. Në këtë drejtim, është e rëndësishme të theksohet se institucionet dhe qeveria kanë filluar të punojnë për përmirësimin e kushteve në sport, përmes investimeve dhe nismave konkrete, të cilat duhet të vazhdojnë dhe të intensifikohen edhe më tej. Ne mund të mos jemi kualifikuar, por edhe në këtë humbje kemi fituar diçka shumë të rëndësishme, respektin ndërkombëtar. Le të shfrytëzojmë këtë moment si motiv për të vazhduar përpara me më shumë investim dhe me një vizion të qartë për të ardhmen e sportit në Kosovë. Faleminderit.